Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpijë në humbje, dhe atë që Allahu me drejtësi e lë në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një vetëm pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët me të drejta janë fjalët e Allahut, përsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija të shumtura janë ato të shpikurat në fe. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat i dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr. Vëllezër të nderuar, kemi arritur tek hadithi se me ka shënuar Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se vërtet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. Pra askush për juve të mos urinoj në ujin që rrin nuk ecën, e pastaj të lahet me të. Oli muslimin, dërsa tek muslimi ka ardhur në tekst: la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun. Mos lahet askush për juve në ujin i cili qëndron dhe nuk lëviz, ai duke qenë junub. Hadithi në fjalë përmban dy çështje. E para, ndalimi i urinimit në ujin që nuk hec. Dhe e dyta, larja në ujin që nuk ecën. Pra këto dy tematika ndërthen në vete hadithi që sapo lexua. Është përmendur urinimi në hadith, por në këtë kontekst hynë edhe gjëra tjera të ngjashme me urinin. Pra nuk duhet të shkojmë në mënyrë tekstuale të themi se nevoja e madhe nuk është përmend hadith dhe nuk hyn në vendimin në të cilin e ngërthen ky hadith i Resulullahit alayhi wasallam, por është përmendur urina dhe në këtë kontekst çdo gjë që hyn në kapitullin e papastërtive siç është urina, edhe ajo gjë ngërthehet në kuptim tek ky hadith, edhe pse nuk është tekstualizuar së artikuluari në hadithin në fjalë. Nuk lejohet derdhja e kanalizimeve në lumenje dhe propska. Pra dietarët musliman kur kanë folur në lidhje me këtë hadith e kanë shqyrtuar edhe këtë tematik, të cilën shumë për njerëzve dhe popullatës nuk janë të diësuar, apo e din, por ju mungon edukata dhe kultura. Dhe atyre interesant që papastërtin fllitësin ta largojnë vetëm prej mureve të oborrit të tyre, dhe ka do që të shkon ai kanalizim atyre nuk ju intereson. Dhe që i betet shtetit për të kontrolluar dhe për të menaxhuar këtë problematik, nga se ndotja e lumenjeve dhe prockave është e domshme për shëndetin e popullatës. Nga se ndytja e
lumenjeve nga kanalizimet dhe prockave, e në dytë ujin i cili dëpërton në përdamarët brenda tokës e që furnizohen shumë bunar apo puse nga këta lumenje dhe procka. Prandaj duhet menaxhuar mirë çështjen e kanalizimeve. Pra bëhen vende të posaçme ku ato derdhen dhe që nuk kanë akses për ndytur lumenjet dhe prockat. Njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm te i masër, skajshmërisht që ujin e lumenjeve dhe prockave me e mbrojtur dhe me u mundu që ata me qenë të pastër në rrjedhën e tyre, ashtu të qysh edhe burojnë pastër. Kjo është e kultura, ajo që kërkon feja jonë, që populli të vetëdijsohet dhe ta mbrojë ambientin, të mbrojtja e lumenjeve dhe projeve nga ndyrësirave është mbrojtja më e mrekullueshme e ambientit tonë kur ne jetojmë. Prandaj, nëse thirremi në pastërti, nëse thirremi në njerëz të civilizuar, duhet që vepra jonë të argumentoj sa jemi ne që e meritojmë të quhemi një popull i civilizuar, i kulturuar. Prandaj, çdo familje, sidomos në përfshatra, duhet të bëjnë gropat të veçanta për derdhjen e kanalizimeve, të mahallave të ndryshme, që me i rujt ujnat që rrjedhin dhe ata të vazhdojnë të rrjedhin në pastërtim ashtu që dalin në bërimet e tyre. Është përmendur tek teksti i Muslimit gjendja gjunub, siç e lexuam, e që këtu hyn edhe gjendja e femrave kur ato janë me menstruacione apo pas lindjes të hona. Për nuk duhet kuptohet vetëm në hadith, po është përmendur gjunub dhe vetëm gjunub nuk bën realizohet kjo. Jo, edhe vendimi i fesë son, gjendja gjunub njëjtën status e ka edhe gjendja kur femra është në ciklin menstrual apo të lehonisë. Prandaj disa gjëra që nuk janë përmendur në tekstet e shpalljes, ato ngërthejnë në vete edhe ato të cilat e kanë të njëjtin vendim legjislativ, edhe pse pra nuk janë potencuar në tekstin e shpalljes, qofshin ajete apo hadithe profetike. Kemi një mesele që lind nga ky hadith që kanë diskutuar ulemaja në librat e fikut, nëse fllitësia, gjëja e dytë, pra si urina apo jashtëqitja kështu me radhë, bie në ujë, a lejohet përdorimi i atij uji? Mendimi i parë kanë thonë se nëse është më pak se kileten, disa dietarë kanë thonë është masa e ujit 180 litra, disa kanë thonë 270 litra, dhe disa kanë thonë për qëllim është ujë i bollshëm i shumt. Pra, nëse është më pak se kjo masë, nuk lejohet përdorimi i ujit edhe nëse nuk ndryshohet aroma, ngjyra dhe shija. Këtë mendim e kanë dhënë Shafiu dhe Ahmedi, Allah i mëshiroft, kurse mendimi i dytë thonë nëse uji nuk e ka ndryshuar aromën, ngjyrën dhe shijen, atëherë lejohet të përdoret. Pra këto tri gjëra ku nuk i ndodhin ujit, pra ndryshimi i shijes, i ngjyrës dhe i aromës, atëherë uji
në vetvete konsiderohet i pastër. Nëse vetëm njëra prej këtyre trijave shifet se është prezent në atë ujë, qoftë pak ose shumë, atëherë ai ujë konsiderohet i papastër. Këti mendimi është Imam Abu Hanifja, Imam Maliku dhe Imam Zahiriu, këta tre dietarë. Udhëheqës se tre mëdhëbeve të mëdha, Hanefive, Malikive dhe Zahirive, dhe kjo është mendimi i saktë. Pra, në cilin përfaqëson Imam Abu Hanifja, Maliku dhe Zahiriu. Nga se uji i flisht që e mërtohet i tillë konsiderohet ai ujë që përzihet me ndërsirë dhe ndërsira e cila ka rënë në atë ujë e ndryshon siç e potencuam shijen, ngjyrën dhe aromën. Me këtë ujë nuk lejohet të përdoret për pastrim. Edhe pse ai quhet ujë, po është ujë i ndyt, ujë i flisht, me cilin nuk realizohet pastrimi. Shejkhul Islam Ibn Taymija, rahmetullahi alayhi, në Mejmu'ul Fatawa, thotë uji i cili ndryshohet nga ndyrësirat, pra në këto tri gjëra që realizohet ndryshimi përmes ndyrësirave, vërtet ai është i flisht me pajtueshmëri. Pra ka pajtueshmëri të gjithë dietarëve se çaj ujë që përzihet me ndyrësirën dhe që ndryshohet arrin tri ato cilësitë që i përmendëm më lart, pra ka pajtueshmëri të ulemaja, të dietarët, se ai ujë është i flisht. Është cituar në librin Subulus Salam Ibn Mundhiri, i cili thotë dietarët kanë rënë në konsenzus se uji qoftë pak apo shumë dhe në të bie ndyrësira e cila e ndryshon shijen apo ngjyrën apo aromën, ai është ujë i flisht. Pra, kjo që i përmendën këto mendime, sqarime të Ibn Mundhirit dhe Sheikhul Islam Ibn Taymijës, fakton qartë mendimin e dytë të dietarëve, që ishte Imam Abu Hanifja, Maliku dhe Zahiriu, të cilët potencuan qartë se uji i dytë konsiderohet ai uji i cili është përzier me ndyrësirën dhe që është realizuar në atë ujë tri vetit të cilat i përmendëm. Mesele tjetër, forma e ndalesës në tekstin e këtij hadithi. A është dhe a kuptohet me të harami apo mekruh? Pra e ndaluara apo e urrejtur? Harami që nuk lejohet me u bë, dhe kushdo që e kryen haramin meriton dënimin, ndërsa mekruhu njeriu është i qortuar për veprimin e tij, por nuk ka dënim për veprimin e tij. Malikit mendojnë se është mekruh. Ndalesa që ka ardhur në hadithin që jemi duke sqaruar. Hanbelit dhe Zahirit mendojnë se me të synohet haram, pra e ndaluar. Ndërsa disa dietarë tjerë mendojnë se nëse ka pak ujë, është për qëllim e ndaluar, haram. E nëse ka shumë ujë, atëherë për qëllim është mekruh. Si do qoftë, ne është mirë ta marrim tekstin e qartë nga hadithi që ka si e ndaluar. Pra, dhe nëse realizohet ajo siç sqaruan Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe Ibn Mundhiri, atë është një të kthehemi tek konsenzusi, pajtueshmëria e dietarëve. Çfarë përfitojmë nga hadithi në fjalë? Në një ndalesa e urinimit në ujin që nuk ecën. Pra, që është haram me urinu në ujin që nuk ecën.
E dyta, lejohet një gjë e tillë në ujin që ecën, por më mirë është largimi nga ky veprim. Tashti, zakonisht ne në banjët tona e kemi që uji nuk rrin ec. Dhe dikuj ka që i vjen urinimi gjatë pastrimit, gusti. Pra, hadithin e fjalë ka ardhur për tek një ujë që nuk ecën. Ndërsa në banjët tona uji ecën, rrjedh shkon në kanalizim. Nëse i ndodh dikujt që urina i vjen, nuk hyn në ndalesë nëse e kryen urinimin gjatë pastrimit. Prandaj më mirë është të mos e përdor gjatë ta bëj urinimin gjatë pastrimit, por të pastrohet dhe më pas të kryejë në toalet. Por edhe nëse ndodh gjatë pastrimit, e që dihet sa uji rrjedh dhe shkon në kanalizim, nuk hyn në ndalesën që është përmend në hadith. Është ndaluar çdo veprim që shkakton dëm për të tjerët. Pra nuk lejohet me bën një veprim e që ai veprim ty nuk po të bën dëm, por që ai ka i bë dëm dikujna, është e ndaluar për muslimanin një gjë të tillë me e praktiku. Hadith tjetër që ka shënuar Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, po ashtu është nga sahabiu Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se vërtet i dërguari i Allahut, paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: "Idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, wa li-muslimin ulahunna bit-turab." Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, nëse qeni pin ujë në enë e ndonjërit për juve, atëherë ta lana enë 7 herë. Tek muslimi ka ardhur herën e parë me dhë. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dhe prej tij nga hadithi Abdullah ibn Mughaffalit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se i dërguari i Allahut, paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: "Idha walagha al-qalbu fi al-ina'i faghsilhu sab'an wa ghaffiruhu ath-thaminata bit-turab." Nëse qeni pit ujë në enën, atë lani 7 herë, edhe pastrojeni me dhe herën e tretë. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha shariba, apo në tekstin tjetër idha walagha, është për qëllim qeni kur pin ujë, dhe dihet se si pin qeni ujë, pin me gjuhën e tij, llapit, duke pi ujë. Fjala walagha është që llapit me gjuhën e tij, dhe këtu është për qëllim se qeni ashtu e hek etin e pin ujë. El-kelb, qeni, çdo qen, nuk ka me specifiku ndonjë qen. Qoftë ai që lejohet të qëndroj me njerëzit, e që këtu në Londër shohim në Angli se sa i familjarizojnë qenë, ma shumë e familjarizojnë qeni, se sa nënën e babën e djalin e vajzën, pa ma tepër japin rëndësi qenit, sa që ndodhë që dhe pasurin një lojnë qenit, e jo fëmijëve të vetë, si trashëgimi. Pra në këtë stas ka rritë kultura në këtë qytetërim, pra nuk jemi kundër kafshëve në kuptimin që bëjmë masakër në kafshë, se ne jemi për mirujt, dhe dihet se si na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë grujen për jehudëve që macën e ka lidh, as nuk e ka ushqy, as nuk e ka lënë të lirë ajo për me ushqy.
dhe ka copë, ka ngorë moca, thot ajo ka hyrë në xhehenem. Pa zullumi nuk lejohet ndaj kafshëve. Pa drejtësi nuk duhet t'i bëjmë kafshëve. Por nuk duhet të tregojmë edhe në ekstremin tjetër që ato gjëra që janë të ndyta, të na ndytin edhe vendin ku ne jetojmë, rrim. Sa që ndodhë qeni mund ta pa pastërti, e me çfarë gjumë që ushqehet me pa pastërti, shkojnë lejojnë me alepi edhe ftyrën, edhe buzë, gojen. Njerëzit tu shohin me përparse, në për rrugë. Edhe me krenari, me dignitet e bëjnë kështu se jemi duke shfaqur një kulturë, një civilizim. Kjo nuk është kulturë. Pa pastërtia nuk mund të cilësohet kulturë. Prandaj këtu hyn gjithë qeni. Qeni është i papastër. Prandaj secili që mund të thotë ju muslimanët po shkojnë shumë në ekstrem, kthehen tek mjekësia se si e trajton mjekësia e lartë e qenit. Ai cilëson të pastra apo të papastra. Çfarë bakterie, çfarë sëmundje mund të vaten nga lartë e qenit. Po, është qeni besnik, kërkush nuk e marrë. Lejohet qeni që të mahet për rojtar. Lejohet qeni që truhet kupeja. Kush ka kupej deleve dhe del në bjeshk, lejohet qeni me mbajt qeni për me rrit kupej në deleve. Por jo atë qeni ta fosë mëna në shtëpi, e të lozë me të, e ta bëjë si fëmijën e vetë. Pra, duhet t'i largohemi dy ekstremeve. Gjithmonë Islami është ajo feja e drejtë që ka drejtësinë dhe mesatare, larg ekstremeve të djathtë ose të majtë. Prandaj çdo qen është i papastërt dhe nuk lejohet të familiarizohet në jetën e muslimanit. Pra, ky hadith tregon se qeni është i frisht. Dhe ndalohet gjithashtu edhe të hahet, siç e hajnë disa popull, kinest, që kanë edhe festival që e hajnë qenin bile shen njeri gjëra të mërshme, qeni gjallë hudhet në ujin duke vluar. Një të merë, një katastrofë, do me thonë, një masakër e qartë mbi botën e qeneve, që kjo me të vërtet duhet të bëhet thirrje për mu ndalu. Pa pikë mëshirë, do me thonë, i shohim popujt e lindjes së largët se si i trajtojnë qenë dhe si i masakrojnë e ushqejnë me ta. Pra në Islam është ndaluar mishi i qenit që është i flisht. Pra rregulli në shariat në kull najasin haramun. Çdo fllitësi është e ndaluar. Wa laysa kullu haramin najasan. Dhe jo çdo haram është në vetvete i flisht. Pra moni me një këtë rregull. Çdo fllitësi është haram. Po jo çdo haram është i flisht. Për shembull, duhani është i ndaluar në Islam. Jo tekstualisht, nuk ka tekst në Kur'an dhe në hadith e pejgamberit sa që u tekstualizu me emërtim duhani. Por është tekstualizuar duhani dhe të ngjajshëm me duhanin në mënyrë kuptimore në tekst të shpalljes. Jo ndaluar juve të këqija. Dhe duhani a hin të gjërat e mira apo të këqija. Pra të gjërat e këqija, askush që është i mençur nuk thotë se duhani është i mirë. Do të thonë shëndetin e njeriut. Por duhani si duhan nuk është i dytë. Po është i ndaluar. Po dikush mund të thotë ka prej dietarëve që thonë me krut, dakor. Alkooli si substancë është i pastër. Është i pastër, po është i ndaluar, haram. Pra me tra alkoolin në trup, nuk është se ti
jenë dytë, si po me tra urina. Kur të me tra në trup, mos kuptohet dikush me lyt trupin, se muslimani nuk guxon me majtë në shtëpi alkoolin. Po që dikush gjuna alkool, nuk të kanë dy, se nuk është materie e thlisht alkooli. Por në mënyrë kuptimore është i thlisht. Si që jenë quajtur të thlisht, nejis, idhull, guri, druni që bëhat idhull, është quajtur në mënyrë kuptimore gjë e dytë. Se gjërat e dyta ndohen në ato kuptimore dhe të materies, të lëndës. Si lënd, alkooli nuk është i dytë, ama në mënyrë kuptimore është i dytë sikur idhull. Guri, sigur nuk është i dytë, por është quajtur i dytë kur bëhet idhull në mënyrë kuptimore. Dhe kështu edhe alkooli pra nuk është i dytë si lënd, por është i ndaluar në islam për të kuptuar rregullat që e lexuam. Në lidhje me këtë hadith kemi dy çështje. Përshtatshmëria e këtij hadithi me librin e pastërtisë, se ne jemi duke e sqaruar nga libri Umdatul Ahkam, pra kapitulli i pastërtisë në shkencën e fikut ngërthen dy gjëra. E para, formën e pastërtisë, se si kryhet pastrimi, dhe e dyta, gjërat e pastërtisë me të cilat pastrohen. Pra këto dy gjëra ngërthen kapitulli i pastrimit, i pastërtisë në shkencën e fikut. E dyta, sqarimi i vendimeve të shariatit që posëdon ky hadith që jemi duke e sqaruar. Nëse qeni pin ujë në enën e dikujt, çka me bë? Çu do të me vepru? Pra hadithi na mëson se është për qëllim vetëm nëse pin ujë. Ka në hadith i dha sharive, ose i dha walala. Pra nëse llapit pin ujë duke llapitur në enën e dikujt. Nëse ena nuk ka ujë, e qeni e prek enën, ajo njashtu është e papastër. Ose qëllimi është pse po bëhet uji i papastër nga gjuha e qenit. Pra çdo sa që e prek gjuha e qenit, ajo bëhet e papastër. Pra, ky është nëse ena është prek nga gjuha e qenit, sipas një pjesës së dietarëve, pra edhe kjo konsiderohet e papastër dhe ky është mendimi i saktë, edhe nëse nuk ka ujë. Nuk duhet të shkojmë në mënyrë tekstuale në hadith, se vetëm nëse ka ujë e ka pi qenin të. Nëse ka prek me gjuhë të tij enën, ajo është bërë e papastër dhe ajo duhet të pastrohet. Duhet të pastrohet. Atëherë ta laj atë që ka ardhur në tekstin e hadithit. Në lidhje me këtë mesele, dietarët pra kanë dhënë dy mendime, është obligim të lahet ena që ka pirë qeni 7 herë dhe 8 me dhe. Të këtij mendimi janë Shafit, Hanefit dhe Hanbelit. Argumenti i tyre është teksti i qartë i hadithit dhe rregulli se mënyra urdhërore e tekstit aludon në obligueshmëri, përderisa nuk ka argument që e shfuqizon këtë tekst. Pra sipas Hanefive, Shafive dhe Hanbelive, është obligim të lahet ena. Qysh është përmendur në hadith? Nga se nuk ka një hadith tjetër i cili e ka anuluar këtë. Dhe përderisa nuk kemi një tekst që qartë e shfaq anulimin në lidhje me vendimin që e ngërthen ky hadith, atëherë
mbetemi në atë që e reflekton ky hadith në fjalë. E dyti, nuk është obligim, nga se thënia 7 herë aludon se kjo gjë është e pëlqyer me u pastru ena. Dhe kjo nuk do me thënë obligim. Të këtij mendimi janë Malikit. Argument i tyre është se Allahu ka lejuar të hahet ushqimi që merret nga qeni i gjuetis dhe nuk ka obliguar të pastrohet gjau. Po ashtu, edhe hadithi që tregon se kur të dërgohet qeni i gjuetis, të përmendet emri i Allahut dhe nuk ka përmendur pastërtimin. Malikit janë argumentu me hadithin e qenit të gjuetis, por duhet të bashkohen këto dy hadithe. Dhe nuk duhet të kuptohet se hadithi për qenin e gjuetis është duke ullë dhe duke thënë se nuk është obligueshëm më la 7 herë. Ena në cilën ka pirë qenin. Si do qoftë, drejt dhe rregull që përmendë dhe Shekhu Temimi rahmetullahi alaihi në komentin e librit Umdatul Ahkam, që me dhe është më mirë të bëhet larja për herën e parë. Të përdoret dhe pastaj hera tjera që përmend 7 herë në hadith të vazhdohet vetëm me ujë. Në këtë hadith a hyn ndonjë krijesë tjetër apo duhet të specifikohet vetëm qeni? Edhe këtu kanë diskutuar dietarët. Mendimi i parë kanë thënë në këtë hyn edhe dere. Kështu mendojnë Shafit, disa nga fukahat e Hanbelive. Mendimi i dytë Hanefit dhe një pjesë tjetër e Hanbelive mendojnë se është veçantë vetëm për qenin dhe ky është mendimi i saktë. Pra nuk ka ardhur për derrin një gjë e tillë që ka potencuar për qenin. Çështja e pastrimit me dhe, disa thonë se është obligim pastrimi me dhe, të këtij mendimi janë Shafit dhe Hanbelit, ndërsa Malikit dhe Hanefit mendojnë se mjafton vetëm me ujë sepse transmetimet që përmenden dheu janë të ndryshme dhe po ashtu në librin Muwatta të Imam Malikut nuk është përmendur dheu. Mendimi i drejtë është se duhet të përdoret edhe dheu. Nëse një gjë nuk është përmendur me një hadith, do është përmendur me një hadith tjetër, hadithi e plotson hadithin. Pra hadithi e plotson hadithin. Nëse që ajo shtesa nuk e kundërshton tekstin e një hadithi. Por nëse shtesa në një hadith që ka nuk ka ndonjë kundërshtim që e kundërshton një hadith që nuk është përmendur që ajo shtesë, atëherë këto dy hadithe e plotësojnë njëra tjetrën. Pra në këtë kundërshtim nuk kemi kontradikt mes hadithit që është përmendur tek Muslimi me hadithin që e ka shënuar Imam Maliku në Muwatain, e tij nuk ka kontradikt, por ka plotësim mes këtyre haditheve dhe duhet të përdoret edhe dheu, se dheu është cilësuar edhe në hadithe tjera i pastërt, që pastron. Kaq person të vëllezëruar, në Zotin më dhërshëm, na bëj për atyre që ndjekim argumentimet e qarta, në Zotin më dhërshëm të mëshiroj të vdekurit tanë, të shëroj të smundjet tanë, të ndihmoj muslimanëve kudo që janë, wa akhir dawan alhamdulillahi rabbil alamin.